por ku është realiteti, kur dominon agenda politike, kur nuk ka përgjithësi qoftë individuale, qoftë institucionale, dhe mbi të gjitha kur e ki do të thotë një opozitë që vërtet është inerte apo e pa shpirt. Nuk bëhet opozitarizmi vetëm me shoqëri civile, nuk bëhet opozitarizmi vetëm me ekspertë fushave, duhet opozita ta thotë mendimin e vet, dhe në fundit nëse nuk ka guxim apo mundësi për opozitarizëm, le të jetë dialogu ai që i përafron pushtetin dhe opozitën në interes qytetarëve dhe të ekonomisë, sepse vërtet nëse edhe me tutje do të jemi shtet i varur nga importi, ku në vitin 2025 është thyer një rekord që kemi importuar më tepër se 7 miliardë euro, e kemi dy lloj të statistikave, nëse e referohemi Agjencionit të Statistikave, Kosova ka eksportuar mallra në vlerë prej 947 milion euro, mirëpo është lehtësuese një fakt tjetër që bazuar në raportin Bankës Qendrore, do të thotë hyrat nga shërbimet janë shumë të larta, mirëpo nuk jetohet nëse me tutje vazhdojmë të vullosim fatin e ardhmërisë sonë duke u shndruar në shtet të mbarur nga importi. Safeta, është rrit frika e qytetarëve gjithandej, në veçanti tek ne, në rajonin tonë, që në rast të një kolapsi eventual financiar, ekonomik, do të ndodhë diçka jashtëzakonshme për ta në kuptimin negativ? E keni prek një temë aktuale, fakti që jemi pa institucione, fakti që muaji i shkurt ka filluar dhe nëse nuk do të kemi institucione për të rafikuar buxhetin për vitin 2026, do të jetë një alarm shqetësues që këtë e përjeton ekonomia e Kosovës, këtë e ndjen qytetari i Kosovës dhe në